11 nga 15 banor të Rjollit të shpallur në kërkim një ditë më parë nga policia e Shkodrës janë vedorzuar në DVP Shkodër të shoqëruar nga avokati i tyre mbrojtës Ndue Pjetra. Në një prononcim për mediat, Pjetra thot se nuk ka pasur agresion nga protestuesit, ndërsa akuzat e ngritura nga policia janë të pavërteta. Ndërtimi i kompleksit, sipas avokatit, po bëhet në tokën që është marrë me dokumenta të falsifikuara. Ka pas disa përplasje, përleshje, po edhe këta nuk kanë dieni se vetëm marrë, ata rrezikisht mund i bishin edhe njëri tjetrit, jo ma objekteve. Këta na marrë policinë, kanë thonë zotërinë, ke shpallur kërkim. Jemi ne që vim këtu, na thuj çfarë kërkon prej nesh edhe kaq. Çfarë do me protestën? Protestat do vazhdojnë edhe me të tjerë patjetër, por edhe këta, edhe gjithë Shqipëria mendoj që duhet solidarizohet për këtë situatë, sepse është një situatë që nesër do i bim kokë secilit. Një ditë më parë, policia e Shkodrës arrestoi 3 persona dhe shpalli në kërkim 15 të tjerë, si dhe procedoi në gjendje të lirë 7 shtetas për shkak të përplasjeve të ndodhur në kantierin që po ndërtohet në Rjoll.